I nderuar të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot kjo e diel, që është e diel që bie gjatë kreshave të mëdha, e diela e tretë e kreshave të mëdha quhet dhe e diela e kryqit ose e faljes së kryqit. Dhe në shërbesën e triodit ne këndojmë kryqi kremtohet sot si druri i jetëprurës, ku Krishti u mbërthye dhe nga mallkimi i vjetër shpëtoi të gjithë njerëzit. Sot faluni me madh me besë kryqit dhe madhështoni Krishtin që zbriti për mbi dhenë dhe dha hirin besnikëve. O kryq i Zotit Krisht, mburoj dhe përkraje, fortesë e patronditur dhe mbrojtje e patundur, shpëtim i gjithë njerëzve. Dhe një tjetër tropar, ejani me gëzim dhe kryqin e çmuar ku mbërthye Krishti dhe na shpëtoi nga feri me besë përshëndosheni. Pra këto janë troparet e kishës që na nxisin ne besimtarët e krishterë ortodoks, që t'i falemi kryqit të Krishtit, i cili, siç edhe e shikojmë dhe siç është shërbesa mbas doksologjisë, prifti e nxjerr dhe vendos në mes të kishës, ku të gjithë neve jemi thirrur t'i falemi, ta nderojmë kryqin, t'i përulemi, ta puthim me madh, sepse jo më kot kisha e ka vendosur faljen e kryqit në këtë mes kreshme. Jemi në mesin e kreshme, pra jemi në javën e tretë, dhe 3 javë të tjera dhe mbaron kreshma 40 ditore dhe pastaj fillon java e madhe. Jo më kot kisha e ka vendosur kryqin në këtë mes kreshme, në këtë udhtim 40 ditor, sepse kisha kërkon të na thotë çfarë kuptimi ka kreshma. E kemi thënë dhe e përsërisim, kreshma nuk është një dietë ushqimore, po kreshma është një mjet që të na bashkojë me Zotin, me kë Zot, me Krishtin e kryqëzuar si njeri të ngjallur si Perëndi njeri. Pra qëllimi i kreshmës është të bashkëkryqëzohemi me Krishtin, me anë të kreshmimit që na çon në pendim, rrëfim dhe na largon nga pasionet. Dhe kjo pastaj duke u bashkëkryqëzuar me Krishtin në mënyrë mistike, neve pastaj ngjallemi edhe me Krishtin në ditën e Pashkës. Pra nëse ne nuk kemi qëllim që të bashkëkryqëzohemi me Krishtin dhe ngjallemi me Krishtin, nuk ka kuptim kreshma, sikur të rim vetëm me bukë dhe ujë, pra me një agjerim total ose dhe pa ngrënë fare gjatë kësaj periudhe, por neve nuk pendohemi, nuk rrëfejmë mëkatet tona, nuk largohemi nga mëkatet dhe pasionet tona, po thjesht mbështetemi në një dietë ushqimore, kjo nuk ka asnjë vlerë. Prandaj, jo më kot thash dhe përsëris, kisha na vendos kryqin. Nuk ka parajs pa kryq. Kryqi është dera e parajsës. Duhet kalojmë nga kryqi pa të shkojmë tek mbretëria e Zotit. Sepse gjithë të qenit ton besimtar dhe prezenca jonë në këtë liturgji hyjnore, deri në fund të jetës nuk është gjë tjetër, vetëse përgatitemi për ty në parajs. Ne nuk besojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, siç thotë apostoll Pavli, nëse ne do besojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi njerëzit më të pavlerë. Po ne besojmë në jetën e përjetshme, të cilën e hapi Krishti me kryqin e tij dhe me ngjalljen e tij të lavdëruar. Prandaj dhe neve duhet të ndjekim këtë rrugë, rrugën e kryqit, që kisha na i vendos përpara si figurë. Dhe jo më kot, sot kisha ka zgjedhur këtë pjesë të ungjillit sipas Markut me këto fjalë të Zotit të drejtuar secilit prej nesh gjatë gjithë historisë së krishterimit, gjatë gjithë brezave deri në fund. Ai që do të vijë mbas meje, le të moj veten, le të ngrej kryqin e vet dhe le të më bjerë pas, thot Zoti. Pra, çfarë thot Krishti? Kush do të vijë mbas meje? Secili prej nesh nuk është i detyruar shkojë mbas Krishtit. Krishti është një Zot i gjithëposhtetshëm, por ama është një Zot fisnik. Ai nuk të imponohet, nuk të detyron, siç bën djalli demonët dhe profetit të rrem, që i dhunoi njerëzit psikologjisht dhe fizikisht, që o besojnë tek ata ose i vrasin. Jo.
Krishtërimi nuk është i tillë. Një Zot që t'imponohet nuk është Zot. Krishti vetëm të fton, eja pas meje. Por ama Krishti nuk të mashtron. Nuk të miklon me fjalë të bukura, që të gënjej, ashtu siç bën edhe djalli që gënjeu Adami dhe Evën, ose edhe shërbëtorët e djallit, këta heretik dhe profetërem që sot gënjejnë turmat, që shkojnë mbas tyre duke premtuar një parajsë toksore. Jo. Krishti është i vërtet. Kush do të vinë mbas meje në këtë botë, në këtë jetë të përkohshme, dhe për të hyrë në jetën e përjetshme, ai çfarë do të bëj? Të mohoj veten e tij. Do me thënë, jo të bëj një kamikaz për të vrarë veten dhe të tjerët, se kështu i pëlqen Zotit. Jo, ky nuk është Zoti. Zoti nuk është vrasës dhe kriminal. Edhe aq më tepër të përligj vrasjen në emër të tij. Ky është djalli që gënjen njerëzit. Por Krishti thotë të mohosh veten tënde mëkatare, egon tënde, zemërimet e tua, urrëtien tënde, armiqësitë e tua, pasionet e tua, të cilat të ndajnë nga mua, Zoti i dashurisë, të ndajnë nga i afërmi, të ndajnë nga shoqëria, të ndajnë nga krijimi. Dhe ai tha që në këtë jetë do keni mundim, pra do merrni kryqin. Kush mendon se krishtërimi është një autostradë e shtruar me lule për të shkuar në mbretërinë e Zotit, gënje veten e tij, ose është gënjur nga të tjerët. Një shenjtor thoshte që kur doni ta bëni një njeri krishter, do të thoni këto 3 gjëra. E para, çfarë ka bërë Zoti për ata? Dhe neve dim çfarë bëri Zoti për neve. Zoti jo vetëm na krijoi, por na shpëtoi, duke u bërë njëri si ne, duke shkuar në kryq për ne dhe duke u ngjallur për na rikrijuar dhe për na bërë një vend në parajs. E dyta, çfarë duhet bëjmë ne ndaj Zotit? Dhe e treta, çfarë duhet të vuajmë ne për hir të Krishtit? Ti je i krishter, do thotë të vuash për hir të Krishtit. Si thot apostulli Pavli, ai që ecën në rrugën e Zotit do përndiqet. Prandaj mos u gënjeni se duke u bërë krishter nuk do keni probleme, nuk do keni vuajtje, nuk do keni smundje, nuk do keni halle. Jo, kush e ka thënë këtë? Nuk tha Krishti që unë do t'ja u bëj parajsën në tokë. Parajsa nuk është në tokë. Ai që thotë që parajsa është në tokë gënjen, është mashtrues, është antikrishti. Parajsa është në zemrat tona, por parajsa do të vi në ardhin e dytë të Krishtit. Në këtë jetë do kalojmë në rrugën e kryqit, në luginën e hijes dhe të vdekjes, derisa të kalojmë në jetën e përjetshme. Ashtu si vetë ai që i tha dhe i bëri këto gjëra, jo si një filozof, si një demagog, por si një i vërtet, që mori kryqin, jo të vetin, sa i nuk meriton të vuajtje, se ishte i pamëkatshëm, dhe bëri vetëm mirë, po mori kryqin ton, vuajtjet tona të merituara, dhe u gozhdua në kryq, dhe derdhi gjakun në kryq që të shlyej mëkatet tona, se nuk ka mundësi tjetër që njeriu të shlyej mëkatet. Gjithçka që dëgjoni rreth e qark, që njeriu shlyen mëkatet duke u falur, që njeriu shlyen mëkatet duke bërë lëmosha, që njeriu shlyen mëkatet duke thërur kafsh, duke bërë kurbane, janë gënjeshtra. Njeriu lan mëkatin me gjak, jo me gjakun e kafshëve, e të shpendëve, po me gjakun njeriu, po me gjak njeriu të pafajshëm, dhe gjak njeriu të pafajshëm nuk ka në farën e Adamit, sepse gjithë fëmijët e Adamit erdhën mbas mëkatit. Të gjithë trashëgojnë mëkatin e Adamit, të gjithë vinin në mëkat në këtë botë mëkatare. Askush nuk paguan dot çmimin e gjakut për veten e vet dhe për të afërmin. Këtë e pagoi vetëm biri i Zotit, që u bë bir njeriu, që quhet qingji i Perëndisë që shlyen mëkatet e botës në kryq. Prandaj nuk ka mënyrë tjetër për të shlyer mëkatet vetëse duke pranuar kryqin e Krishtit dhe duke u bashkëkryqëzuar me Krishtin, që mund të ringjallesh në një jetë të re. Kjo pra është rruga e shpëtimit të dashur të krishterë. Nuk ka rrugë tjetër. Këte kanë ndjekur gjyshit, stërgjyshit. Tanë, këtë do ndjekim edhe neve, në qoftë se duam vërtet të shkojmë të bashkohemi me Krishtin në mbretërinë e Zotit. Ndryshe, në qoftë se neve kërkojmë një rrugë të lehtë, ne do i bëjmë një dëm shumë të madh vetes. Secili prej nesh ka kryqin e tij. Një kryq që nuk i ngjan kryqit tjetrit. Dhe një kryq që ai e mban.
sepse nuk e mban vetëm kryqin, e mban me Zotin. Bani mend kur Krishti shkoi në Golgotha dhe ai ra 14 herë në tokë nga ngarkesa e kryqit, dhe 14 herë në tokë nuk janë kot, asgjë nuk është kot. Janë 14 pra herë që Krishti ra në tokë për të janë mundimet tona, janë rënjet tona, dhe ai u ngrit për të na ngritur neve. Por në një moment ai nuk po ngrihej. Atëre u mor një njeri që quhet Simoni nga Cirenea dhe ju ngarkua kryqi i Krishtit. Edhe Krishti, Zoti njeri dhe Simoni njeri, të dy mbajtën kryqin drejt Golgothas. Pra ashtu si Simoni mbajti kryqin e Krishtit, ashtu dhe Krishti mban kryqin ton, kur ai bëhet shumë i rënd, kur në atë ne nuk e mbajmë dot. Por të dashur më krishterë, ne nuk duhet ta lëm kryqin, ne nuk duhet ta zvoglojmë kryqin. Shpeshherë ne i ankohemi Zotit. Kur na ndodh një smundje, kur na ndodh një vështirësi, kur na ndodh një mundim, kur na ndodh një situatë e pakëndshme, pse o Zot, pse o Zot, pse o Zot? Dhe Zoti, që është i mirë, thot nuk do ta mbash. Unë po ta largoj. Po ky është kryqi yt. Ky është për të mirën tënde. Sepse vetëm nëpërmjet këtij kryqi ti do kalosh humnerën që të lidh me mua. Ndryshe, ku të shkojmë në atë humnerën që na ndan nga Zoti, ne nuk do kemi kryqin si një pasarel, nuk do kemi kryqin si një urë, sepse kryqin e kemi zvogluar dhe nuk do kalojmë dot nga krau tjetër. Se jemi ankuar në këtë jetë, na hiq këtë o Zot, na hiq këtë o Zot. Çdo gjë që lejon Zoti, kryqet që vinë me lejen e Perëndis, janë mundimet me lejen e Perëndis, vinë me tundimet e djallit dhe të shërbëtorëve të djallit, vinë nga dobësitë tona, janë për të mirën tonë. Sepse nuk kemi ndryshe shpëtim. Prandaj thot Krishti, kush do të vi mbas meje të moj veten, të marr kryqin e tij e të më ndjek pas. Çdo ditë kemi nga një kryq. Dhe kjo bëhet për të mirën tonë. Dhe e fundit që mund themi është që ne duhet mbajmë kryqin jo thjesht në kuptimin filozofik ose dogmatik, po mbajmë dhe kryqin si figurë. Nëse je i krishter ortodoks, duhet të kesh patjetër kryq në qafë. Kur jemi pagzuar, prifti ka marrë kryqin e ka bekuar në ungjill dhe në ujërat e pagzimit dhe na i ka dhënë, ai vet ose me dorën e nunit, duke na thënë këto fjalë të Krishtit. Kush do të vijë mbas meje të moj vetën marr kryqin e ndjek pas. Ky kryq nuk duhet hiqet nga qafa deri në fund të jetës tënde. Në asnjë vend, në asnjë mënyrë. Do thot dikush, po më humbi, më kput, më ra, zëvendësoje. Me njerë vendos një kryq. Në qoftë se ti e pa kryq, ti nuk je i krishter. Mbase kjo duket një fjalë e rëndë, edhe dikush mund ta dëgjojë dhe preket, çfarë po thot ky? Nuk je i krishter, se nuk e ke shenjën e Krishtit. Krishti na ka vënë shenjën e vet që na dallon nga njerëzit e tjerë. Ashtu si bariu dallon delet e tij nga delet e tuajt. Ku e kemi kryqin? Nëse kemi hequr kryqin nga qafa, tregon që ne kemi tradhtuar Krishtin. Ne jemi çarmatosur. Djalli na i ka marrë këtë armë kundër demonëve. Ktu ka filluar rënja jonë. Prandaj secili le të shikoj trupin e vet, qafën e vet, e ka kryqin. Edhe kryqi nuk vjen në përduar e në për vesh si vath, a në për këmbë ose tatuazh. Kryqi vjet këtu, ta kesh të varur në qafë në zemrën tënde, aty ku është që selia e shpirtit tënd. Aty vjet kryqi. Aty na vendos kisha. Aty duhet ta mbajmë. Dhe jo si të bëjmë dhe sot. Djalli është babai i gënjeshtrës. Djalli nuk thot që un jam djalli, i keni kryqin dhe un t'ju çarmatos e un t'ju shkatroj. Se bën këtë djalli. Po djalli gjen forma alternative që neve ta heqim kryqin. Na duket kryqi ndoshta i dal mode. Duhet blejmë e kemi ndoshta jo shumë të spikatur, duhet prej floriri, prej argjendi, se mbajmë dot prej druri. Dhe heqim këtë kryq dhe prit të blejmë një kryq. Ose na shqetëson, na bën alergji. Ose duket pak demode kur na i shikojnë të tjerët. Vëm një varse dhe kryqin e lëm në shtëpi, edhe e mbajmë në shtëpi. E forma nga më të ndryshmet për të hequr kryqin. Ose forma të tjera për ta përdosur kryqin. Duke vendosur kryqin në për rrugë që ta shkelin njerëzit, duke vendosur kryqin në për rroba që ta ule njerëzit ta shkelin, në për karike.
edhe në për tualete, vendoset kryqi nga mendjet djallëzore që të krishterët ta përdhosin. Sepse djalli nga dy gjëra ka frikë. Nga emri i Krishtit, prandaj lutja jon Zot Isu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mëkatarin, është kamzhik për djallin dhe nga kryqi. Nga kjo ka frikë djalli. Prandaj të dashur të krishterë, le ta bëjmë jetën kryq. Le ta mbajmë kryqin, sepse ky është pohim besimi. Dhe Zoti tha dhe këto fjalë: kush do ketë turp për mua në këtë brez të pabes, kurvar, thot, dhe imoral, unë nuk do kem turp për atë, thot. Pra, në qoftë se ne do kemi turp të bëjmë shenjën e kryqit, të mbajmë shenjën e kryqit, të pohojmë jetën e kryqit në këtë brez kurvar, jo vetëm trupor, por kurvar dhe shpirtëror që shkojnë me demonët, edhe Krishti për ne do ketë turp. Dhe mos harrojmë se ne të gjithë përgatitemi për shkuar tek Zoti. Çdo ditë e jetës është një ditë që na afron me ditën e gjykimit. Këtë mendoni, këtë të mendojmë. Çfarë do themi para Zotit kur të shkojmë? Dhe ai një pyetje do na bëj. E mbajtët kryqin tim? E bërët kryqin tim? E jetuat jetën sipas kryqit që ju thash? Po apo jo? Le ta zgjidhim që në këtë jetë që të japim përgjigjen e duhur. Amin.